Përshëndetje, ja ku po ritakohemi sërish të miqtë e mi me mua Tirona Lilin, fillimisht një herë të gjithëve ju uroj gëzuar festën e Kurban Bajramit dhe le ta nisim ditën e komentimeve. Edhe pse jemi në Kurban Bajram, ne punën do ta vazhdojmë, bile sot edhe më shumë dashuri sepse kemi dhe fest edhe punë. Do dua pak të ndaloj të flas për Zarfin të mbritur brenda në fermë. Iliri dhe Zhaku, por më së shumti Iliri, ka thyer rregullat të dhëna nga Agai. Tani, unë do të kthehem pak në prajmin e kaluar. Arbana Osmani pati premtuar që ai që thyen rregulla përjashtohet menjëherë nga ferma. Zarfi i ardhur në fermë ishte një zarf i ëmbël, i butë, i dashur, me shumë dashuri, domethënë nuk ishte nga ato zarfat e egër, nga ato zarfat e ashpër që ne jemi mësuar të dëgjojmë dhe të shohim kur bëhet fjalë, domethënë për banorët dhe kur bëhet fjalë për mënyrën se si trajtohet situata. Tani, Iliri ka thyer rregulla. Iliri ka dalur nga tenda, ka ikur tek banaku te pishina ka marrë lëngje. Gjithashtu dhe Zhaku ka bërë po të njëjtën gjë, do të thënë ka thyer rregulla. Dhe në këtë mes dyshohet tani që do dënohet dhe Moza, sepse dhe Moza ka qenë pjesë e kësaj shtëpie, sepse kështu i bën gjërat produksioni. Mua më duket e qëllimshme, sinqerisht më duket e qëllimshme, rregulli i thyer i Ilirit për t'u larguar nga ferma. Tani këtu ka dy pika. Ose Iliri e ndjen më që nuk e fiton dot fermën dhe është i revoltuar dhe është duke bërë të pamundurën të mundur që të largohet nga ferma, që të del nga ferma dhe është duke thyer çdo rregull, ose thjesht e bën në inat të produksionit që t'ju aprish produksionit matematikat. Por aq i rëndësishëm është Iliri në këtë lojë, imagjinoni sa i rëndësishëm është, sa që produksioni nuk mund të merr vendimin edhe ta nxjerr menjëherë nga ferma. Sepse ashtu ishte nga ana e Arbanës, do me thënë komunikimi nga ana e Arbanës ishte që ai banor i cili do të thye në rregullat në ferma VIP, do me thënë tek pjesa e tendës dhe tek shtëpia e fakirit, do të përjashtohet menjëherë nga ferma. Tani unë nuk mundem ta kthej dot videon dhe ta sjell këtu sepse ka copyright, por nëse ju do të futeni në prajmin e kaluar dhe do ta dëgjoni se si Arbana e ka komunikuar këtë vendim, sepse ky ishte një dënim i marrur për herë të fundit që banorët të mos të bënin gabime më. Do me thënë edhe 2 javë të duronin dhe mos të bënin më gabime për t'i përjashtuar. Iliri përsëri e thyen rregullin me kastile që t'ia prishën matematikat produksionit dhe produksioni nuk ka fuqinë që t'ia prishën matematikat Ilirit, por produksioni vazhdon dhe duron, do me thënë çdo gjë që Iliri bën. Iliri të premte në prime mund të ngrihet në këmbë dhe mund të thotë më fal, unë jam në lojë, unë këtu bëj lojë dhe strategjia ime lojës është kjo. Dhe produksioni nuk mund t'i thot asnjë gjë, se në fund të ditës ato nuk janë në rregulla me kushtetutë, ato janë në rregullat e një formatit që mund t'i thyen sa herë të duan ato. Dhe askush nuk mund t'ju thot gjë me sa shoh. Tani, Iliri dhe Zhaku do të marrin një dënim. A do të përjashtohet Iliri? Derisa Iliri nuk u përjashtua për fjalën e thënë, më falni në shprehje, bir kurve, në asnjë mënyrë nuk do të përjashtohet sepse ka marrë ca kanaçe dhe i ka çuar tek tenda e tij. Do me thënë në asnjë mënyrë. Thjesht faktit unë e shoh Ilirin shumë të fuqizuar edhe në sy të produksionit, e shoh Ilirin me shumë vetbesim dhe e shoh Ilirin jashtëzakonisht të menaxhueshëm për ta nxjerrë produksionin keq e më keq. Do me thënë është hera e parë që një produksion nuk mund të kontrolloj fermerët e tij brenda. Do me thënë kjo është e tmerrshme, është e paimagjinueshme që ndodhen. Zhaku nuk është se ka thyer ndonjë rregull të thuash paleçar, por gjithsesi këto janë rregullat. Tani Arbana tha që do të përjashtohet menjëherë. Unë nuk besoj që të premten do të përjashtohet Iliri, sepse janë 2 polet të shtëpisë me Mozën. Mendoj që do të hapet një televotim gjatë prajmit dhe
pastaj produksioni do të thotë që publiku ka vendosur që ta mbajë Ilirin brenda dhe Iliri të vazhdon fermën. Do të thënë unë shoh një presion të jashtëzakonshëm, shoh një produksion që i kanë ikur pak gjërat nga kontrolli, nuk mund t'i kontrolloj situatat, shoh një presion të madh, do të thënë si nga ana e produksionit, si nga ana e fermerëve, do të thënë janë duke bërë luftën e madhe, gjë që në fakt në reality show të tjera nuk e kemi parë. Por unë uroj që Arbana, do me thënë të mbaj fjalën dhe të gjitha ato video që janë shfaqur ku Iliri e thyen rregullin me vetë besim, do me thënë me dëshirën e tij e thyen rregullin, nuk e thyen rregullin me dëshirën e dikujt tjetër, të respektohen dhe të vlerësohen në formën siç duhet të vlerësohen. Unë mendoj që sot duhet të bëhet përjashtimi, sepse i tillë ishte premtimi nga ana e Arbanës. Jo se unë e kam inat Ilirin në asnjë mënyrë, sepse ne nuk mund të kemi inat banorët brenda, por thjesht fakti duhet produksioni të jetë koherent me veten e tij, do të thënë të mban fjalën e dhënë. Nëse ti si produksion nuk e respekton gjën tënde, atëherë më thuaj ti mua kush pret ti të ta respekton atë gjë, do të thënë kush pret ti të ta duartroket atë gjë. Dhe në këtë rast unë shoh një Ilir i cili është duke bërë gjithçka vetëm e vetëm për ta vënë në punë produksionin që nesër ti thot isha unë ai që e meritoja fitoren dhe jo Mimoza, sepse unë ju kam bërë spektakël, unë ju kam dhuruar spektakël, unë kam thyer çdo rregull, nga mua keni patur gjithë të shikueshmëri dhe më në fund, më thënë mua nuk ma dha çmimin. Unë e shoh që Iliri është duke përgatitur gjithçka që do të thënë vetëm e vetëm ta rrëzon këtë lojë ose e bën me kastile që të djegën edhe palën tjetër. Por gjithsesi, do me thënë erdhi zarfi, në zarf shkruante shumë qartë azi që ju vazhdoni kënaquni me fermerët, që nuk kupton që nuk do të merrni ndonjë dënim wow. Tani unë nuk e di se si produksioni do të arsyeton, sepse ishte hera e fundit që do të toleroheshte kjo gjë dhe më shumë ti nuk do të toleroheshte. Sinqerisht nuk e di se si do të arsyeton, por mua më duket e neveritshme që fermerët, dhe në këtë rast Iliri do me thënë, nuk e respekton formatin ku është dhe mundohet dita ditës të thyen çdo rregull duke dalë pak më i fortë edhe në sy të banorëve të tjerë dhe në këtë rast banorët e tjerë nga ana e produksionit janë si të pavlerë, sepse Iliri i thyej rregulla, Iliri ofendoi, Iliri kërcënoi, Iliri bërtit, Iliri dil nga vetja dhe më në fund përsëri do me thënë është më i fortë i shtëpisë dhe më i përkëdheluri nga ana e produksionit. Dhe mua kjo më duket e padrejtë edhe kundërdrejt banorëve të tjerë, të cilët janë duke luftuar aty brenda me mishe me shpirt për të qenë të parët dhe për të qenë të dashur ashtu siç produksioni e jep këtë gjën. Unë uroj me zemër që të merret një vendim për përjashtim, por në zarf mua nuk mu duk se ishte vendim përjashtimi, sa mu duk se ishte një vendim për të kthyer në fermë dhe për të jetuar të lumtur të gjithë fermerët.